Jepni vetëm një koment shkurtër për këtë të PS-s, një listë dhe e mbyllim me PD-n. Në Tiranë Rama ka vendosur deputetët, thjesht është mediatike kjo gjë, sigurisht që do të kemi figura të reja dhe Rama gjithmonë në Këshillin e Ministrave ka vendosur njerëz të rinj. Po është folur për një listë, është Rama i pari, po ai e përmbysi sot historinë që ta e la të hapur që mund të kandidojë apo jo. Pastaj Ogerta Manastiliu, po Ogerta e ka mandatin bashkë me Elisën. Ndërkohë që pastaj vjen Ervin Hoxhaj, Adea Pirdeni, ministrja, Lindita Nikolla, Olta Xhaçka, por këto, domethënë, deputetët gra, Olta do jetë apo do jetë në paraburgim, apo do jetë në masiguri ndaj saj? Sepse bashortit e kanë sekuestruar pronën. Këtu thonë që do jetë në listën që po qarkullon. Albana Koçiu, Iki Hasani, Gonxhe, Braçe, Gjonaj, Xhafaj, Felaj, pjesa tjetër. Është edhe me semrave është edhe Helena Kaçe, pra pasardhësia e kryeministrit pas shumë vitesh, edhe Zerina Bruci. Tallu, sa thotë kryeministra, unë dhe ti ikim për azil jashtë shtetit. Tani, ku është Bushka? Nuk duket Bushka. Jo, këtu nuk është. Te kjo listë që po qarkullon, një nga listat, nuk është. Ta që kanë të Edi Ramës të gjithë. Ta janë të Edi Ramës të gjithë. Pra, po aludoni që një pjesë tjetër që mund vinte nga bashkia, deputet nuk janë. Nuk do jetë. Jo. Po Toni është, për shembull, Toni Gogu. Tani flet për njeri që është ka leadershipin brenda vetes apo pavarësinë e vet, apo është që un jam fetar, po s'ka gjë le të bën edhe vjedhje dhe përdhunime në Shqipëri. Nuk shkon kjo gjë. Edhe ti më thua mua që të lutem shumë, të lutem. Megjithatë kjo listë nuk besoj që do jetë, nuk besoj që do jetë e fundit kjo, nuk besoj që do jetë kjo. Mund të kemi shumë përmbysje deri te kurrë. Por nga këto lista që unë shikoj, pra nga kjo listë që ti ke këtu dhe unë jam i bindur, këtu qartazi duken që të gjithë këta janë të Edi Ramës, nuk ka asnjë nga Erion Velie, pavarësisht se mund të jetë Fatmir Xhafaj, por nuk ka të bëjë kjo gjë, sepse Xhafa ka qenë gjithmonë dhe ka qenë i heshtur. Por duket qartazi që edhe sikur të jetë Xhafa, edhe Pandeli Majko, dihet që kjo listë është e Edi Ramës. Pra, Partia Socialiste zyrtarisht me këtë listë paraprake që ti më tregon mua, ka individ që janë vetëm me Edi Ramën dhe këta individ janë me përzgjedhjen absolute të Edi Ramës. Çdo deklarat publike të Edi Ramës është thjesht për një konsumim publik, por nuk është asgjë tjetër përveç firmës dhe vulës Partisë Socialiste dhe Edi Ramës për të marrë ose për mirë për të shkuar për zgjedhjet e 11 majit. Kjo është, ju thatë është lista e Ramës, po në fire kujtja është lista, është Balluku kryesore, drejtuese e qarkut, Ceno Klosi, Kristo Papa, ministri Pedrit Malaj, më pas deputeti aktuale Antoneta Dhima, Anit Bonati ka qenë ish ministër i infrastrukturës, në mos gaboj, Arian Faso, Ami Kozeli. Edi Rama është. Nuk është Belinda Balluku mund të jetë, po Edi Rama është prapë. Derisa ajo ka mbështetjen e Ramës, Edi Rama quhet përsëri lista. Dhe nuk besoj që po Hameta e ka qenë Edi Rama. Ku është Hameta sot? Jashtë shtetit. Ku është Edi Rama sot? Në Shqipëri. Mbaroj diskutimin. Lista e Fierit është Rama, nuk është Balluku. Balluku duket. Sepse ka personazhe që kanë qenë pjesë e dikasterëve që ka drejtuar Balluku. Po pra tjetër, shiko, qeveria sot që flasim bashk, është Balluku. Por Rama është kryeministër. Pra, pa lejen e Ramës, Balluku nuk bën asgjë. Pse ti mendon se Balluku shkon në Këshillin e Ministrave dhe thot vendosa kështu unë, ja ta vendosi ashtu Balluku. Vjen Rama i thot, anullojnë të gjitha veprimet. Kush je ti të vendosësh kur unë jam kryeministër? Pra, e gjitha lista, të gjitha njerëzit që janë përzgjedhur në listë, le të jenë në dikasterin e Ballukut, sigurisht që janë të Edi Ramës. Edi Rama nuk të vendos edhe roje edhe pastrues të një institucion, pa e ditur ai kush je ti, pa miratimin e ti. Mos e besoni.
Shkojmë në Korçë ku Peleshi Edhe Managozi që të bëj derën ty të shtëpia, Rama don ta di kush është edhe nga vjen. Ti më thonë mua për listën e... Kjo është lista Edi Rama. Në Korçë kemi Peleshin, Zake, Pendavinji, Topi, Bledi Çomo, Arjan Jaullari, Besa Spaho, Nertil Jole, ky është prefekti, dhe Anastasia Zaimi. Anastasia është vajza e re që ishte pjesë e kuvendit rinor që spikati me një nga fjalimi që u bën virale, nëse u kujtohet. Por kjo listë nuk duket se ka një ndryshim madh nga ajo që është aktualja. Po përsëri, Edi Rama është edhe aty. Pse? Derisa më thuar këtë videon ti mua, Edi Rama është edhe ai. Pra edhe kjo listë Edi Rama është. Në Shkodër ju bën përshtypje emrat Gjejn Çela, Onit Bejleri, emra të panjohur shumë për publikun. Majlinda Angoni është ish kandidate për bashkim, Enertil Canaj, Ndriçim Sterkaj, Anila Gjuzeri, Besmir Lesha dhe Froggjini. Këtë të fundit Froggjini është deputet aktuale, mos gaboj. Jo, s'duhet të jetë, nuk e besoj. Nuk e besoj, sepse këtë të fundit më duket se diku në vendin time, diku edhe kam takuar o një person që ka lidhje familjare me te. Nuk e di a vjen nga radhët e Partisë Socialiste apo është i transferuar nga një parti tjetër në Partinë Socialiste. Këtë nuk e di dhe më i rezerva. Profili i këtyre emrave, jo shumë publik, të ri. Jo shumë, nuk janë publik, as ky i fundit që thatë ju me mbiemrin Gjini, nuk është publik, por dihet qartësi që Partia Socialiste shkon për të ruajtur kuotat e saj si parti e dytë në Shkodër. Nuk besoj që Partia Socialiste në Shkodër do të jetë parti e parë. Sepse dëgjoj mua, Benet Beci në Shkodër mund të jetë zgjedhur ashtu si u zgjodh, mirë, por është një person i cili është i transferuar socialist. Por në pikpamjen e parë, ai ka qenë demokrat. Mos va dhe Benet Beci po punon që Partia Socialiste të humbasi në Shkodër dhe të ketë një shkelje syri me PD-n edhe të rikthehet pas shumë vite në PD. Konspiracion i madh. Po nuk e di, shiko, unë të vërtetën them, unë nuk asnjëherë nuk them mashtrim. Dhe unë ato që them publikisht i them dhe nuk i them sepse unë e bëj diçka të skenuar, them sepse manuali i tyre është i tillë që do të thotë Benet Beci, që është drejtuesi politik i Shkodrës, ka qenë djalë i mirë me PD-n, u bë djalë më i mirë me PS-n, dhe pse jo mos të bëhet djalë i mrekullueshëm përsëri me PD-n. Tani Shkodra ka 11 mandate. Ju si mendoni që ndahen sot? Shkodra për mua fitohet nga PD-ja. Edhe me përqindje dhe nga mandate. Nuk besoj se Shkodrën e merr PS-ja. E di pse. Te rasti Ramës, shiko, Rama ku shkon dhe kandidon diku, është një faktor i rëndësishëm aty. Me peshë elektorale. Është edhe Tom Doshi një faktor me peshë elektorale. Tjetër, Tom Doshi madje do ketë të paktën 3 në Shkodër. I ketë të sigurt në Shkodër, ketë Tom Doshin që e ketë të parin si forcë e vogël politike që do ketë 3 mandate në Shkodër. Faktori Tom Doshi në Shkodër është shumë e rëndësishme për Partinë Socialiste edhe për Partinë Demokratike. Sa ai do marrë nga të dy subjektet politike. Dhe përveç se do marrë nga të dy subjektet politike dhe figurat që kanë vendosur Partia Socialiste në këtë listën paraprake, dihet qartësi që PD-ja është e para, e dyta PS-ja dhe e treta Partia Social-Demokrate e Tom Doshit. Po në Vlorë keni këto dyshime për vend e parë me Çuçi në krye, Denaj, Pirovëngu, pra 3 figurat të njohura të Partisë Socialiste, pastaj këtu është vendosur Platon Nesturi, prefekti aktual, edhe emra të tjerë si Vasil Dhajo, Vullnet Sinaj, po Vullneti ka deklaruar që nuk do jetë, në mos gaboj. Shiko, në Fier dhe në Vlorë, gjithë
kompanit me PPP do të detyrohen nga Balluku të mbështesin PS-n. O vota për PS-n, o të nesme gjoba nga inspektoriatët. Kalojmë në Lezhë. Vlorë besoj se Partia Socialiste është e para. Në Lezhë është Ulsi Manja, Ermal Pacaj, Pranvera Skana, Admir Kadeli, Marieta Nela. Pra emra të panjohur përveç Ministrit të Drejtësisë. Të panjohur, pra. Kjo është domethënë programa që mund të jetë në tërësi edhe në listën finale me shumë emra të panjohur. Në Lezhë mendoj se Manja nuk e ka të pastër situatën, sepse Manja ka dhënë shumë premtime, s'ka bërë asgjë. Po është i sigurt. Le të jetë i sigurt, ne flasim në këtë aspekt. Partia Socialiste mund të shkojë e dyta nga gabimet e Manjas. Pra Manja do të jetë ai që do të rrezikojë Partinë Socialiste që të shkojë partia e dytë. Në Elbasan, Mazniku, drejtues politik i qarku, që është i sigurti, sipas logjikës së kryeministrit që deklaroi sot, më pas Elvis Kushi, Ora Muzhaqi, ministrja e re, pra që sipas gjitha shanseve plotson dhe kushti që nuk është deputete dhe mund të jetë ndër emrat e sigurt në këtë listë. Finale kanë fjalën. Ermira Urbri, Taulan Palla, përballë. Jetë deputet ky apo do ta ketë arrestuar Paku? Ai ka deklaruar, në mos gaboj, vitin e kaluar në një asamblen Durrës që Balla do jetë në listën e sigurt për shkak se është drejtuesi i diasporës. Pastaj Samir Hasan arrestuar, a do ta kenë arrestuar apo do të jetë i lirë? Për Taulan Ballës, se shumë zëra e kenë dëgjuar. Akuzat të Berishës. Më pas vjen Adi Qose, Shkëlqim Bullari, Santila Tahiraj dhe emra të tjerë, por jo të njohur domethënë. Janë të panjohura, por janë të rinë aspektin politik, shumica e tyre. 14 mandate. Si ndahen 14 mandatet në Elbasan? Si ndahen Partia Socialiste e para, Partia Demokratike e dyta. Edhe Partia Social-Demokrate mundet të marrë një mandat. Mundet, do luftoj, po do jetë në betejë pak shumë fort. Do jetë betejë fort aty. Mundet marrë edhe Partia Social-Demokrate. Edhe në Durrës do kemi betejë fort, por me emra edhe këtu në krye janë vendosur Luan Zaza, Etleva Budini, Klodiana Spahiu, më pas Klodiana Spahiu është deputete aktuale, Milva Ekonomi dhe kemi dhe Edmond Stojkun, në mos gaboj është ish deputeti. A është ky që ishte me listat e PD-s atëherë që ka është drejtoni një parti për transferimit, që thashun nga PD në PS, nga PS në PD, edhe ne rrof ndërshmëria. Tani më dëgjoj mua. Kjo lista tregon qartë se fuqizimin e Partisë Socialiste në aspektin e themeleve të Partisë Socialiste. Me këtë listë Rama kërkon të vazhdojë faktorizimin dhe mbajtjen e Partisë Socialiste tradicionale në Durrës. Sepse pas arrestimit të Lefter Kokës, pas arrestimit të këtij ish kryetarit bashkisë Dako, po pas këtyre ngjarjeve, sigurisht që Partia Socialiste ka probleme të brendshme, se themi realitetin kanë mashtruar pafund qytetarët për shkak të tërmetit. PD-ja, nuk e dim PD-n, por në rast se PD-ja ka një listë më konkurruese, mendoj që PD-ja në Durrës mund të vijë para dhe PS-ja e dyta. Por kjo do duket 30 ditë para zgjedhjeve. Surpriza e PD-s në Durrës mund të jetë vetëm Floriana Gara. Kush është qarku tjetër? Në Kukësin dhe Dibrën, në Kukës lufta pak mandate bëhet dhe sharti i sigurt. Ky meriton mandatin e parë
edhe asnjë mos jetë mbrapa atij me fjalinë e bukur që ka thënë që asnjëri nuk e mori në konsiderat në seriozitet. Tha, ne do vjedhim, po jo si këta, po pak më ndryshe. Po këta kanë vjedhur më keq si ata dhe të gjithë të tjerë për 34 vite në Shqipëri. Ky meriton të jetë deputet, sepse ky ka thënë të vërtetën. Flitet që kryeministri dhe strukturat i kanë kërkuar edhe kryetarit aktual të bashkisë që të kandidojë për të mbledhur rezervuarin e votave, por ende ndoshta mund të kemi rastin si të Vlorës, të ish kryetarit Leli që nuk pranoi kandidimin, më pas ndodhi lufta e madhe. Çarja e madhe me kryeministrin dhe largimin. Gjithsesi, kalojmë në Dipër, Klosi dhe Agron Male, kryetari i bashkisë Mati. Thotë këtu futen kryetarët e bashkisë edhe në Berat. Me Ervin Demo, Juliana Memaj, pra kryetarët e bashkive të Urës Vajgurore dhe të Beratit. Por kemi edhe që po i përfshi bashkë me Gjirokastrën që është Ermet Peçi. Tani kjo Piro Dhiman, a është vërtet ky emër aty? Por nuk është i shpesh ngritësi. A, s'është ai? Po, besoj që jo. Se disi, kur e kam lexuar kam thonë, ka i transferim nga djathtas majtas në Greqi, në majtas në Shqipëri. Është e tmerrshme kjo gjë. Është e tmerrshme. Pra këtu në këtë treqarqe futen në lojë kryetarët e bashkive. Ndoshta një vetofrim, një kërkesë për kandidatuar ose kërkesë e kryeministrit që të maksimalizojë vota në terren. Po, shiko, Kukës, PD-ja mund të shkruaj parti e parë. Të rikthehemi PD-ja asaj kohe. Dibër besoj që mund të kemi një, edhe aty të shkojmë që PD-ja ta marrin. Berati dhe Gjirokastra që kanë qenë gjithë jetën e tyre socialist, nuk e di pse vendos kaq maksimumi që mund të ndodhi tek kjo lista e Beratit dhe Gjirokastrës është që PS-ja të jetë e para, por Rama kërkon që çdo vot e socialistëve të shkojnë në kutinë e votimit, që të shkojë tek shifra 1 milion banor. Unë kështu e shikoj. Dhe këta individ që janë kryetar bashkie nuk i shikoj në listën e sigurt dhe do të shikoj te lista e hapur. Por duhet të japin dorëheqjen nga posti kryetarit bashkisë apo jo? Po, do të japin dorëheqjen patjetër. Normalisht do të krijohet vakumi dhe do shkojmë edhe në zgjedhje në këto bashki që nuk do kenë kryetar, do shkoj patjetër që të bëjmë pastaj zgjedhje të parakohshme për kryetar bashkie. Shikoj, kjo është një listë paraprake. Kjo është një listë paraprake që mua nuk më jep surpriza. E di pse nuk më jep surpriza? Sepse Rama në momentin e fundit ke parë që ka bërë lëvizje të papritura dhe figura të cilët edhe ti edhe unë si kemi parë kurrë në jetën tonë. Është e sigurt që kjo listë nuk ka për qenë finale. Nuk është finale kjo listë, as bëhet fjalë. Mos të them që disa nga këta do të shikojnë veten te lista e hapur. Unë mendoj se Fatmir Xhafa do jetë në listën e hapur. Po kryetari i komisionit për reformimin e... Nuk na intereson emri ti, na intereson komisioni. Se emri vjen... Ta drejtoj ai më pas nëse s'është deputet? Po del pension ai, vjen një emër tjetër, pse ti duhet të jetë do e mos ai, kush e përcakton kryetarin e komisionit? Gjithë komisionet që janë bërë në këtë legjislaturë, në legjislaturën tjetër ndryshojnë renditja, pse çdo antar i komisionit që ka qenë dhe s'është më deputet, çfarë detyrimisht duhet të shkojë të bëhet antar komisioni dhe duke mos qenë deputet, s'lejohet. Prandaj Xhafa vendos thjesht fat sa për të bërë procedurën, që mos kemi ndonjë, do të thënë, një reagim nga ambasada e saj kohë amerikane. Por unë mendoj që Xhafa do të jetë në listën e jo të sigurt dhe ata të cilët janë grupe Erion Velis, po të pa shfaqur, pra të pa deklaruar publikisht, Rama do t'i vendosi 2-3 kokra tek lista e hapur, por normalisht duke u bindur që ata nuk do të fitojnë dhe nuk do të ketë problem Rama në një rast aksidenti që PS-ja të jetë në opozit. Pra, Rama nuk po bën listën për të
pasur të lashe në rast se nuk është kryeministër i vendit. Rama bën listën për të parcelizuar, privatizuar Partinë Socialiste deri në 2035. Ramës nuk intereson a do jetë kryeministër, se Rama edhe të jetë kryeministër pas zgjedhjeve të 2025-s, Rama është e sigurt që do të jetë me të lashë me drejtësinë, se duam ne dikush i cili është brenda ose në mënyrë të drejtë ose për të padrejtë, do të marri ahmarrjen e tij ndaj Ramës dhe do të thotë gjëra të cilat ne nuk i dim. Do kemi njerëz të dëshmitar apo bashkëpunëtor të drejtësisë që në fund fare futen në gremin, thënë jo vetëm, por të paktën të marrë të tjerë përveç se ka marrë në qafë familjen time. Është si ajo pjesa e gropës. Bë gropën tjetrit, futesh edhe ti. Sa ai tjetri thot hajde edhe ti me mua, tani se bashkë kemi bërë gropën. Pra është formë e bashkëpunimit. Avokat, koalicioni madhështor, Shqipëria madhështore me Sali Berishën në krye, me pas, me shumë vargon, me styre, Selamia Nisheri, Kujtim Gjuzi, por edhe shumë emra të tjerë, 26 parti. Të jesh kryetar partie të kesh vullën. Thjesht them vetëm për vullën. Të jesh kryetar partie të kesh vetëm vullën. Dhe të dalësh publikisht dhe të thuash që kam 25.000, 30.000 kur ti në zgjedhje më parë ke pas 30 vota, 40 vota, 2.000 vota. E të ma përkthesh si kur ti ke 70.000 vota. Duke më dalë publikisht edhe duke marrë vende dhe karrike të cilët nuk janë për ty sepse ti je provuar, je parë që nuk mund të jesh kryetar i një partie që nuk jep normalisht atë që duhet të japi. Alternativën e duhur. Dhe unë mbaj rezervat e mia për sa i përket aleancës për Shqipërinë madhështore. Pra, disa vota më shumë kanë rrëzuar frymën që mund të ngrinte ky koalicion. Po normale, ka ulje, shiko, Rama vendos njerëz të panjohur. Berisha bë gabim fatal që vendos njerëz të njohur. Pra, që kemi parë dhe janë provuar ndonjëherë, Berisha nuk është hapur, Berisha, të jemi realist, nuk është hapur në shoqërinë tonë. Berisha është brenda kupolës së tij, Partisë Demokratike. Unë jam i bindur që Rama kishte edhe ka mundësinë të hape edhe më shumë. Rama, në datën 12 do shikosh listat që do jetë të hapura shumë më shumë se sa Sali Berisha. Sali Berishën do shikosh i konservuar në një aspekt dhe jo i hapur dhe demokrat ashtu siç e ka emrin. Ka diferencë. Por Jeni Sheri me Gjuzin i shpallën sfidë që na fut në listat sigurta. Jeni Sheri me konkretisht edhe do jap 3 mandate nëse je mirë. Rast se këta individ futen në listën e sigurt, do të thotë që unë do të mendoj 3000 herë atë të votoj PD-n apo jo. E kupton, 3000 herë do mendoj derisa të vinë zgjedhjet, atë do votoj apo jo. Që unë kam deklaruar publikisht që PD-n s'e kam votuar asnjëherë. Dhe në rast se këta kanë bërë këtë aleancë, unë do të mendoj përsëri atë të votoj Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, partinë të tjera politike, PSD-n, unë po e mendoj, këtë votoj, sepse në rast se unë shikoj, PS-ja është keq, PD-ja është akoma më keq, tani më fal, unë nuk mund të prish votën time sepse duhet të bëjmë rotacion politik. Rotacion politik e ka subjekti i cili duhet të hapet. Subjekt që duhet të hapet dhe jo të hapet me gabimet fatale të djegjes së mandateve. Individ që ka marrë pjesë në djegjen e mandateve dhe kanë përfituar në kurrizin ton është e papranueshme. Kur nuk do t'i merrja në listë. Më mirë se kisha 5 subjekte politike në një aleancë, se sa të kisha individ që ka marrë pjesë në djegjen e mandateve duke bërë ligje bashkë me Ramën në atë kohë. Është e papranueshme kjo gjë. Nuk e pranoj si fakt. Nuk e pranoj që mua të tallet
Jo Sali Berisha, po ta çdo politikan duke na thonë kjo është marrëveshje, s'kemi ç'a t'i bëjmë. Zotri, disa parti nuk të nevojiten për shkak se nuk kanë elektorat, më vlla. Nuk kanë elektorat. Partia e pensionistëve, vend të ishte partia që të kishte 70.000, 100.000 pensionistë, nga 700.000 ose 600.000 sa janë, 100.000 t'i kishte, më të sigurt t'i kishte aty. Nuk i ka më zotri. Pse duan të tallen këta me ne, më? E na thonë, pse flasim ne kundër atyre që kemi kundër atyre? Jo zotri, nuk është kështu e vërteta. Politika, përveç se ka fjalin, ka dhe shifrat. Shifrat nuk gabojnë. Shifrat janë të kutia votimit. Shifra me deklarime publike janë mashtrime. Pra, bën ky një deklarat publike që të bën video, klikime sa të duash, por nuk bëhet kështu politika, zotri. Politika nuk bëhet duke përcjell të shkuar si të ardhme. Politikanët aso partitë që nuk kanë pasur dhe nuk kanë votues, kanë vetëm kryetarin dhe vullën e tyre, e nuk marrin pjesë në koalicion. Se dëmtohet koalicioni. Po leja po, se ka 100.000 votues, se ka pas një histori të caktuar. PDU, po. Partia të drejtave të njerëzit, po. Partia e këtyre të tjerëve, si quhen këto bindja, jo bindja, kjo partia e republikanëve. Po, se këta kanë vite dhe kanë një prezencë. Partia agroambientaliste ka një prezencë në elektorat, merr 20.000, 30.000 vota në zgjedhjet lokale. Pra ka një prezencë, ka antar Këshillit Bashkiak. Po jo parti që të cilët nuk e dina a kanë zyra apo nuk kanë zyra, apo nuk e dina kanë qëndrueshmëri në jetën politike apo jo, sepse nuk kanë struktura. Si do të shkojmë të votoj dikë që e di që unë po votova, ky person do përfitoj për të veten e tij. Dhe madje disa kryetar partie në total që marrin pjesë në zgjedhjet lokale e kanë bërë partin biznes, presin ato cop lekët që jep KQZ-ja. Dhe nuk dalin në zgjedhjet parlamentare, dhe dalin vetëm në zgjedhjet lokale të bëjnë biznes. Se ke kryetar partie që ke të papunë më, dhe puna e tyre zyrtare është të marrë qyr lekë me KQZ-ja. A do pastrohet ky fenomen apo nuk do pastrohet? Apo do të kërkojmë ne koalicion për të bërë maksimalizimin e votës si justifikim dhe nga ana tjetër mbush xhepi me para nga KQZ-ja. Pse kemi bërë koalicion me një parti të madhe? Pra biznes. Nuk quhet politik kjo aleancë për mua. Kjo aleancë për mua quhet një aleancë e dobët, ishi partisë që thash që ishin okay, po partitë të tjera që kanë vetëm vullën dhe dyshohet a ekziston kryetari apo jo, ato nuk quhen parti. Se partia duhet të ketë struktura, duhet të ketë program, duhet të ketë këshill kombëtar, duhet të ketë kryesi, duhet të ketë kongres, duhet këto të jenë publike, dhe nuk është partia subjekt privat. Edhe të jesh subjekt privat përsëri, transparenca është gjëja kryesore sipas ligjit. Çfarë madhështore, madhështia nga gabimet fatale. Nuk e prisja këtë gjë nga Sali Berisha unë. Kur nuk e prisja? Kam dalë pro goditje së ashpër nga partia që komandon drejtësinë, dhe ti, njerëz që të kanë thënë me babin e Zenit, nuk ka marrëveshje, ti ma vendos të pare në Fier. Po çfarë janë këto që më thua? Avokat, të falenderoj shumë. Deri ditën e mërkurë presim shumë zhvillime, duke filluar nga nesër me masat e sigurisë, me gjyqin, por edhe të mërkurë në mbrëmje që ashtu do ndodh edhe këtë vit, sipas gjitha gjasave, në orën 12 do i dorëzojmë parti, pavarësisht premtimeve, viteve më para që do i dorëzojmë një javë para, një muaj para, por ora 12 ka rrezik që edhe unë me ty në orën 24:30 do të jemi secili nga shtëpia e tij dhe do rrim aty tek ekrani dhe do komentojmë çdo listë nga inati i tyre. Me emrat dhe mbiemrat e secilit. Me shumë kënaqësi. Avokat, të falenderoj shumë.
Dhe unë për ftesën.